shfuqizohet, pa. Nuk do të ketë, jo, ai e uli tonin. Jo, ligji për investime strategjike shfuqizohet, kurse ai për zonat e mbrojtura thjesht do përmirësohet sipas standardeve të BE-s. Ai foli në Europë me një gjuhë që nuk ishte folur në fillim. Ai ishte absolutisht do ndërtohet, absolutisht pra flitet me një siguri të më shumë se sa integrimi e arriti protesta. Po, protesta ka arritur një sër gjërash dhe ajo më rëndësishme është përveç se të vrasi frikën e njerëzve brenda territoreve shqiptare, që të dalin njerëz që ne nuk e mendonim ndonjëherë që do të dilnin, e para, dhe dyta të njihej gjithë komiteti ndërkombëtar, pra përfaqësia ndërkombëtare, europarlamentarët, shumë pedagog, mediat të ndryshme të njihnin jo vetëm Shqipërinë, po të njihnin problemet që ka Shqipëria me keqeverisjen Rama, sepse Rama duke qenë se ka punuar me vit për vite për fasadën, njihnin vetëm të mirë. Po, për shembull se sa europiana ata njerëz që çohen dhe protestojnë për elementet e tyre. Absolutisht, për mua për shembull nuk përbën asnjë gjë, as nuk ka fare efekt wow, fakti që samiti i NATO-s do të mbahet në Shqipëri, samiti i jashtëm i NATO-s. Po prandaj e morëm kredin. Nuk ka fare asnjë e morëm kredin. Nuk, do më thënë... Në fakt e rëndësishme ditën e djeshme që kishte 2 vite që negociohej kjo kredit dhe u kaluam... Po pikërisht në momentin... përpara samitit të NATO-s. Nuk ka asnjë... Po, për te kësaj, nuk ka asnjë rëndësi. Për shembull, Kroacia, pse u integrua Kroacia në BE? Sepse ish prokurori i përgjithshëm hetoi ish kryeministrin kroat dhe ish... Këtu e kemi gjeopolitike, Hari. Sigurisht. Jo, po themi që dhe Kroacia... Të lidhur me drejtësinë, me punën që bën drejtësia. Do të dalë diku tjetër. Pra, dhe Rumania dhe Bullgaria, kur u integrua në BE, nuk ishin plotësisht gati për atë integrim. Dhe Kroacia, Bashkimi Evropian kishte vënë Kroacisë disa kushte. Për vënien poshtë të korrupsionit, për evidentimin, nëse do të vieshin figura kryesore korruptuar kroate në pas sekurave dhe u vu kryeministri dhe ish kryetari i Bashkisë të Zagrebit. Pasi ndodhi kjo, Kroacia me njëherë u integrua në BE. Pra, ne e dim të gjithë që ka një sër kushte dhe e dim që sigurisht Shqipëria ka pasur zhvillime dhe është ai efekti wow i samitit. Ishte tjetër moment ai Kroacisë, sot tjetër moment ky ku ndodhemi ne. Është pa dashur ta bëj debat, kjo se duhet dalën dhe pak të protesta. Janë kushte që BE-ja. Pra ne BE-ja mund na vër kushte të ndryshme për tu antarësuar, por kjo nuk do thotë që ne jemi gati. Ne nuk mund të jemi gati kur pjesa më e madhe e qeverisë Rama është në burg dhe Rama është i vetmi kryeministri që nuk mban përgjegjësi dhe thotë që ne do të mbajmë samitin. Nuk ka asnjë gjë të jashtëzakonshme mbajtja e samitit këtu, sepse ti ke në një vend që po shpopullohet, brenda 15 viteve kanë ikur 1 milion veta, ke njerëz që po vuajnë për bukën e gojës. Realisht kjo nuk është, ne jetojmë mirë dhe ne na duket sikur kjo gjëja nuk është, kjo ka një efekt të jashtëzakonshëm. Pse them për media ndërkombëtare? Media ndërkombëtare nëpërmjet kësaj proteste njohën realitetin e Shqipërisë. Njohën Shqipërinë për te propagandës që i shet Rama me libra, me piktura, me galeri, me kapje dore për qafime, për lulje të liderave. Kjo është një fitore. Kjo është një fitore. Po për të arritur fitoret maksimale që kërkojnë. Është rrugtim, do të arrijë dhe atje. Nuk ka durim, do të ketë patjetër durim.